Kosova ka kaluar një udhëtim të gjatë dhe të vështirë për të arritur në ditën e sotme ku feston 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008. Janë një përmbledhje e ngjarjeve më të rëndësishme politike gjatë këtyre 18 viteve. Njohjet ndërkombëtare. Pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mori njohje të shumta nga shtete të ndryshme, përfshirë shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian, SBA-s dhe shteteve të tjera. Deklarata e pavarësisë dhe Kushtetuta e Kosovës. Pas shpalljes së pavarësisë, Kushtetuta e Kosovës u miratua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor 2008. Marrëveshja e Brukselit. Në vitin 2013, Kosova dhe Serbia nënshkruan një marrëveshje historike të lecuar nga Bashkimi Evropian për të normalizuar marrëdhëniet e tyre. Krijimi i ushtrisë së Kosovës. Ushtria e Kosovës, e njohur zyrtarisht si Forca e Sigurisë së Kosovës, u formua me 14 dhjetor 2018, kur Kuvendi i Kosovës miratoi 3 ligje që transformuan rolin e saj. Aplikimi për BE. Kosova aplikoi zyrtarisht për antarësimin në Bashkimin Evropian në vitin 2022. Liberalizimi i vizave. Nga 1 janari 2024, qytetarët e Kosovës udhtojnë pa viza në zonën Schengen.